Debatet e tonet të ashpra janë shënuar gjatë takimit të kryeministrit Edi Rama me kryetarët e bashkive të majta, ku në fokus ka qenë reforma e re administrativo-territoriale. Mbledhja që zgjati rreth 4 orë është përqendruar te propozimet për ndryshimin e hartës të bashkive dhe bashkimin e disa njësive vendore. Përplasjet më të forta raportohen se kanë qenë mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarëve të Poliçanit, Dimalit, Selenicës dhe Divjakës, bashki që parashikohet të shkrihen në kuadër të hartës së re. Kryebashkiakët kanë kundërshtuar bashkime duke argumentuar se specifikat e territoreve, nevojat e komuniteteve dhe ruajtja e strukturave vendore janë të rëndësishme për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Nga ana tjetër, në takim janë paraqitur edhe argumente në favor të bashkive me fokus te rritja e eficiencës së administrimit, përdorimi më racional i burimeve dhe përmirësimi i shërbimeve publike. Në mbledhje kanë marrë pjesë drejtues vendor nga Durrësi, Shkodra, Kuksi, Elbasani, Korça, Berati, Vlora, Gjirokastra dhe bashki të tjera të prekura nga propozimet për ndryshimin e hartës territoriale. Procesi pritet të vijojë me konsultime me bashkitë, komunitetet dhe aktorët e tjerë përpara përcaktimit përfundimtar të hartës së re administrativo-territoriale.